Përshëndetje dhe mirë se vini në tjetër video timen. Po e nis këtë video nga banja, sepse do filloj me pastrimin e tualetit, pastrimin me atë me avull e tjere që ta pastroj. E pastroj njëherë në 2 javë me atë avullin, ose njëherë në muaj, varet nga nevoja, ose dhe njëherë një javë, varet se sa pise është bërë. Mirë, po, yes. Para se të filloj dushin e tjere, bëra një dush, thava dhe flokët disi. Këtu përpara I thava mirë me ato gjën, por pastaj jo, se do t'i kap, edhe s'kam plan të merrem shumë me flokët, sepse këtu është, sepse çfarë lloj gjëje që të bëjmë këtu është aq shumë lagështirë sa nuk ja vlen fare. Tani, ju thash që unë do merrem ose do provoj këto të Beauty of Johnson, duke qenë se kam bërë dushin dhe I kam larë dhe fytyrën, po filloj të bëj themi rutinën e ditës, edhe deri tani ose fytyra ime po vuan shumë për lagështirë apo për hidratim, ose mua nuk më pëlqejnë edhe aq. Tani, kjo është aspekti kryesor. E dyta është që kur kam filluar me këto, unë nuk kam pasur pucra në përpara në jetë, normalisht vinin ndonjëherë, mirë po që kur kam përdorur këtë jam mbushur plot. Edhe gjëja që unë kam dalluar që e zgjas kështu kremin, ka filluar e shikoni një këtu edhe një këtu. Këto të dyja. Kështu që ndoshta nuk është për mua, unë do mundohem t'i çoj deri në fund, sepse vallai më dhimbsen çike dhe lekët, por nëse e shikoj që vazhdojnë të mos jenë për mua, normalisht që do t'i lë serumi ky. Kremi I diellit mu duki mirë, po normalisht ai do unë vetëm një herë përdor atë dhe ishte shumë lehtë I përhapshëm. Atë duhet parë më saktë kur ta përdorësh. Kjo është hera e dytë që unë marr produkte koreane. I kam marrë një herë mbas hype-it që morën në vitet 2019-2020 dhe unë mora një seri të tërë produktesh koreane dhe I përdora për diku për 6 muaj, sepse kisha marrë pothuajse çdo gjë double. Edhe nuk më pëlqyen fare. Mora më të famshmet që ishin atëherë, më të mirat, më kështu bla bla bla. Nuk e mbaj mend tani, po ishin ca produkte koreane. Që atëherë unë thash nuk do marrë më produkte koreane. Mirë po shikoni ç'ndodh, dhe erdhi 2025-2026, fillimi 2026, edhe mora një set tjetër produktesh koreane dhe unë mbas 2 javësh përdorimi them që nuk më pëlqejnë. Nuk më pëlqejnë, madje lëkurën time ma kanë acaruar, që unë e kam okay përgjithsisht. Tani I vura këtë, vendosim edhe kremin hidratant, që e kam bashkë me këtë lugën e lezetshme, që gjasma mos të kapi mikrobet e lëkurës e tjerë. Mbaj mend po e njëjta gjë, shumë kohë përpara, në Shqipëri ishte ndoshta shprap, po unë nga që nuk e ndjek më, edhe nuk e di. Ka qenë një vajzë që bënte produkte bimore dhe I reklamonte jashtë mase shumë, edhe gjithë gocat thonin wow, nuk ka si produktet e saj, etj. Dhe bleva bashkë fjalë kur ishte euro 130, jo me 1000 lek tani, jo me 100 lek tani, ose ndoshta edhe më pak. Edhe bleva atëherë diku tek 80 can euro, me euro pagesa, sepse ashtu tham, unë I kisha, që isha okay, për ndryshe besoj të merrin dhe lek shqiptare. Edhe nuk më pëlqyen fare, madje as gjysma të atyre si përdore, sepse unë I mbajta edhe në frigorifer, sepse duke qenë se ishin bimore, ideja mos ska donin edhe mund të fillonin të vinin në njëre keqe, kështu thonin. Edhe nuk më pëlqyen. Kështu që unë për vete do shkoj prapë tek gjërat me bazë vajore, siç përdor gjithmonë, sepse shikoj që edhe kjo nuk më pëlqen. Për aq kohë sa të ngrohet ajo pjesa e avullit dhe të bëhet për avull, unë do pastroj xhamin do pastroj të thjesht me sapun, me shampo, edhe me sfungjer.
Nuk e di fare sa ka filmuar. Do ta vë këtë në vend. Banja mbaroi një pastrim me themel. Ideja që kam vënë atë tapetin është që t'jenë disi në korniz, le të themi fshesa me korrent, fshesa lecka që ta vë pastaj. Këtu është vendi xham, edhe këtu jam unë. Tani një dite, se kur do marrim këtë, ideja është të sistemoj ato tualetrat e mia që t'i kem çik më të fokusuara. Mirë po. Yep, that's it. Tani ta mbyllim këtë. Edhe done. Bye bye, Banja. You do look beautiful, Bianca. Hide, mommy. Come on. That's my outfit. Yeah, and he loves your purse as well. With a heart on it. With a heart on it. Bianca është veshur vetë sot, po nga që jakën e ka shumë të madhe. Ja hapa, domethënë ja lash flokët poshtë sepse I duket kanatierja. Edhe nuk kam se çfarë bëj. Ua, erdha këtu për të bërë një gjë. Okej. Veshim atletet. Edhe ikim. Jam lodhur. Domethënë nuk është se jam lodhur, po që kur mbaron një punë është ajo pjesa pasaj që ti e ke të pastër. Edhe thu, wow. Dhe ikim te Marku. Ikim. O Mario! Da, oj da dush. E sigur unë nuk don kërkush. Sepse më është fiksu kjo se di. What is that doing? Oh my. Oh. And keep it there. Shiko si ka jakën kjo. Edhe prandaj ja lash flokët lëshuar. Shpirti mamit vet. Do vini për kafe. Mirë po. Tani po fle. Filloj ca qara pa lidhje në Marks and Spencer e vani. Bianca ule zërin mami. Shmëndi. Ne I jemi tek Lidl sepse ka qenë java greke. Neve morëm ca gjëra të njëjtën që mori Mario. Edhe I thash kontrollojnë çik nëse kanë ardhur ullinj, se I kam qefun ato ullinj. Ti vënë për sallata në për gjëra dhe janë të mira. Nëse ka gjetur, tash merr një 4-5 vazo, për ndryshe, hajde shtëpi, ç'do bëjmë? Ç'a do thaj një gjë harrova. Nëse ne erdhëm, kishim plane të rinim, qetësoheshim, të kënaqeshim, nuk të leje tani. Tani tek çka kemi na jo? Tek Marks and Spencer, javën që shkoj kishte shumë gjëra me ulje. Normalisht janë shitur dhe kishte më pak se radhe. Më janë skuqur faqet apo ku dëgjon? Nëse do I provosh këto? Gjetëm nga autografi këto të Marios, mua më pëlqejnë shumë këto, edhe janë dhe të holla. Po ku dhe e për shkjari? Kjo është për shiun nga Marks and Spencer, ishte 89 kjo. Sa le kishte? Jo, 100 pound. 100 pound kjo. Të gjitha kanë bërë, sa kanë bërë to 50? Po ti nuk e bën mend se pam tani, me të jo se është shtrenjtë. Po pra është shtrenjtë, kjo është shumë e madhe për mua. Të bëjnë? And it's for you. Perfect. Shumë bërë mirë. Gëzosh. Oh, they fit you perfectly. Edhe Edhe ideja ishte që po vjen ta veshëm një këtë? këtë e kam për dimër, këtë. Kjo është shumë e madhe, shumë e madhe. Shumë e bukur. Po ideja ishte që kishte 70% ullje. Edhe është e se dalloni se unë jam vesh dhe me të grin poshtë. Po ideja është që është goxha e madhe kjo. Edhe është për shiun. Nuk është se kam shumë problem se është e madhe me thënë drejtën. Çfarë problemi mo, është fantastike vera. Na, ishe? Ua, shumë e bukur. Në shkundra shiut. Çfarë ishte kjo për gram vetëm apo? Po vishëm edhe ti. Unë vdes. Gjepat. Për gratë janë më. Po gjera është kjo, po... Shumë e bukur. është nice, është... E fut kalamanin këtu e mbajmë kështu dhe hecëm. Po fix.
Edhe vlerja tjetër që mua më pëlqen jashtë mase shumë është ky fustani. Vishe! Aha. Është ky fustani kështu. Është super i bukur. Më thoj që ka xhepa, jo, s'ka xhepa. Është fiksi për gjipa do. Më pëlqen jashtë mase shumë, mirë po mua nuk më bën. Është i vogël. Tani. Suka ka ndonjë. Duke qenë se unë po mundohem që ky fustani të më bëj në verë, shpresoj domethënë me këtë ide e bleva. Dhe gjitha këto ishin për ndryshe marrje, pres të unë e bëj fund. Të garush në larje? Po, hiq etiketa. Edhe këtë s'do ta laj këtë fustanin se një zot e di kur do ta bëj. Jo, fantastik. Edhe kështu, tani nëse fustani do më bëj në verë, do i kthejmë edhe një herë kësaj video se kam ju pia dola. Për ndryshe, shnosh vet. Presim të na vinë një shok i Marios, kështu që kemi marrë ca biskota për kafe. Cheese twirl. Edhe këto patatinat që janë me karrotë dhe parsnip edhe bitrut. Edhe të janë fantastike. Ke marrë një 3 pako si këto, të janë super të veçanta. Edhe kaq morëm. Do doja të kisha parë më shumë gjëra, mirë po Eva një sot ishte ndoshta s'ka qenë njërë kaq grindavet sa sot. Ndoshta s'ka qenë njërë kaq grindavet sa s'ka qenë sot, djali. Edhe na i kanë nxjerrë trut. Qa ka mama? Pra, vajtëm te Lidli, morëm ca gine se i donte vera, ba sa pi. Morëm ca filo pestri, i mora për vetën time këto. 3. Këto filo pestri janë shumë mira, janë greke. Pastaj mora një pino grigio, shumë i mirë. Jo më mirë bëjë kështu ti. Jo, ti ka marrë dudu mund të... Pastaj mora ky djathi, manuri, është fantastik. Edhe më pëlqen shumë. Një dhimbje koke, Mario. Qa hape? Marmitën. Ah, marmita. Të goj ty që është marmita. Po patatina? Ja fiksu. Unë nuk e di që është marmita. Marmajt i thonë? Kështu është si ajo kur thek, kur digjet buka e thekme. Something like that. Një si djegje. Po disha nga jugu, unë do e thoj gjuj. Gjuje! Gjuj. Jo, më mirë, më upgrade. Bjeri. Ose më e mirë. Veshja. Të pakun me baklava. E mori, unë them s'hajmë, po marrë haka. Se gjithë të hajë kanë ngrënë, unë asë nuk e kam provuar se qarë. Gas me bend gjet, jo ti e ka ngrënë, moj. Po. Ti e ka se pashën. Unë e pash, erdi vera tak baklavan. Branda. Hopa baklava e të goja. Ku tyta kësaj? E hoj që ti tytën? Ha? Na futi poshtë. Ushimin e darkës, Mario, thamë që do bëjmë kështu. Ti ka stile bërë shu dhe leshu, ha? Po, stile për gjitha në E të tullja mund të përullja, ha? Shepherd's bush, mo? Se për bush është budale? Më tha dhe budale. Po jam e lodhur më Mario, shepherd's pie. Je një. Dhe me në shepherd's pie e di unë që është mishi poshtë patatje lartë, unë preferoj të bëj patatën poshtë mishin lartë. Që? Apo ta bëj njerë mishin poshtë patatën lartë? Jam një veti. Ashtu dhe bëj, mishi poshtë patatën lartë. Se kam bërë në njëherë. Bëj. Can you change it? Kur ishim të vogla na vinte mami për të qëru patatet. Ha? Për i qëroni me thik neve, si që për bëjon tani. Po. Bëj prov të ta i qëroj qik patatën kështu të trash. Kurse këtu, Mario, i lajnë patatet. Nëjse, Lise, i lajnë patatet të mirë,
Edhe pastaj kur pill I qërojnë trash ato se I skuqin pa këto lëkurat. Kuptove? Mua më nën koka ekstrem shumë, mirë po tash do fillojmë gatimin. Patatet I lava, I qërova, I shplava dhe I kam vënë në ujë aty. Ndërkohë që tani do bëj... po pse? Mishin. Do bëjmë atë salcë bolognese, le të themi. Kështu që, yes, we go together. Brigio Parça, basta? Io sono tuo marito, da smaltare i giorni legal. I'm your married man. Ne që shkojmë atë, që I thonë, Big Brother, edhe nuk ka se shikojmë Big Brother, e kupton se Big Brother... Po jo, po vetëm Prime të shohim ne. Jo, ideja që... Unë as problemet e ditës nuk e shoh, ma carojt nervat. Po, herëzëmin dhjenë nuk është një gjë interesante, po... Unë kam qef qëllim e ty të natë, Rozana. Si e pe filmin tje pa mua. Shkoj dhe zëmë shqipit. E ja të them unë që është? Tradhtar. Tu kam një dy qep edhe ca kokra hudhra nuk e djes vetë. Që shumë? Karota që I mora unë kur ishin nuk e di me sa pec. I kam ngrirë, I kam coptuar, kam futur në qese, tash I marrë. Një dy duar. Ja. Në fund fare nuk është se ka dhaj shumë perime, por që do t'i hajnë edhe këta. Këto të dyja u bën, kështu që të montojmë tavën. E shikoni sa bukur I ka pa flokët. Tavën këtu dhe do vë shtres pureje, se kam shumë pure, shtres me mish edhe pak shtres pureje lartë. Pastrua dhe kjo? U pastrua që u pastrua. Mario ka dalë për shokun. Ka dalë për shokun me I birë, do thoja. Ka dalë me bira për me... Ka dalë me I shok për bira. Hajde. Tani kam një kështu sweet cabbage. Ta pastroj që këtë. Edhe të bëjmë një salat. E kishte marrë Mario gabimisht këtë, se I thashu merr lakër dhe mori këtë. Normalisht. Do ta përdorim. Një mbaroj dhe lavatriçja. Ideja është që është tryt kështu që të nxjerr lëngun. Kaq ka mjaftueshëm.
Që i kam aty, mund t'i thaj fare mirë. Edhe mund t'i vënd vënde. Mirë po guess what? Kam që në mëgjes, që po punoj. Hiq kohën që isha ullur makinë deri se ikëm te Market & Spencer dhe kohën që u kthyem, edhe jam lodhur. Edhe për këtë lloj arsye do bëj asgjë tjetër, ose më sakt, do shkoj të vë rrobat në tharse. Do laj fytyrën time. Edhe do shkoj të ri me djalin atje që po më pret i shkret dhe do është mërzitur. Edhe kjo duket shumë nami. Upsi, dali që kajri. Edhe duket vërtet shumë e mirë. Do t'a lëp edhe pak. Ndërkohë që më vloj ujë, edhe do të jedh bëj kafe time. Bëra dhe rutinën e darkës. Me atë Evan get away, mami. Ja si naftofën kalamajt në get away. Hajde këtej. No, hajde këtu. Hajde, mami, të ka mami zemën. Mbyllë këta. Ashtë çorapet që ke të toka? Pick up your sock. Pick it up. Bravo, hajde pick up tjetrin. Pick up. A, bravo. Hajde ta shishkoj mandej, hajde. Do ujti, mami? Hajde, të marrë unë ujë. Edhe, tani ta vëm në pjatë edhe gati për kalamajt. 3 shtresa, dhe duket vërtet jami. Këtë ja kam bërë Evanin që ja përzjeva në qik që të ftohet shpejt. Edhe Bianca ka drejtën. Mirë mëngjesi nga Diela, neve po shkojmë në car boot sale dhe pastaj që atje do ikim në Kingston, kështu që anulluam tenisin e Biancës për sot. Edhe Mario. Erdhe shperti me makinë se dola para unë. Edhe siç po thoja, do ikim në prit 2 sekonda, do ikim në car boot sale, pastaj nga atje do ikim në Kingston, edhe prandaj jam lyer. Jo se do ikim në car boot sale, po nga që do ikim në Kingston. Presi Mario. Bleu Mario një kulet, 50 pence. Kishte brenda 20 euro. Kështë shkoj atje të ashtë të kontrolloj gjithë kuletat. Do doja shumë të kisha filmuar, t'ja u tregoja në qike tjere. Mirë po, Evani është në djalë harakat deri në maksimum. Ka qarë, ka ullëritur. Kot palidhje. Dhe kur them kot palidhje, se i kishte të gjitha qarë donte ai. Po, faza ti që të mos na lërë neve të shikojmë dhe të harxojmë lek. Nejse, neve vim njerë në ca kohë këtu, kotë. Më Bianca, më mami. Vim njerë në ca kokot, nuk është se marim shumë gjëra. Mario mori një kulet, si të shtash, 50 pence dhe kishte brenda 20 euro edhe një $2. Se kuptoj pse. A 20 euro që nuk është kështu që s'hyn puna ku dëgjoni vjetëra. A? Po shumë gusht të pas kanë lënë këtu, apo më duket mua. Do dal jashtu? Nejse, unë mora një kështu shishe plastike për poshtë për t'lagur flokët. Mora tea towels, gjeta 3 copa £1. Nuk janë për të fshirë enët ato, po për shembull nëse dua të mbuloj, për shembull bëra byrekun dhe mbuloj sipër, ato ishin të reja, ishte me shumicë atje. Qa mora tjetër? Mora 3 bloqe, kishte një tufë me bloqe nga £1 bloku, ndërkohë që bloqet janë shumë të shtrenjta, nga këto ditarët ku dëgjoj. Mua mjafton tjetë blok që të shkruaj, nuk është se më hyr shumë punë, sepse je jap kalamajve të zgaravisin i gjëra të tilla. Ose bëj unë shënimet e mia, edhe Bianca bleu një Moana, një kukull të vockël, kaq, that's it. Dhe sa po erdhën te makina, guess what? Los bambolelos. E zuri gjumi. Yeah. Por që kjo pjesa që vërtet po na kufizon daljet se ti del, edhe ky vërtet se për shembull do të shkatroj ato gjërat e atij tjetrit. Është bërë shumë harakat të merr. Është faza deri në 3 vjeç të ca. S'kemi çfarë bëjmë. Do i durojmë. Do i përballojmë. Një vit e pa ardhur në Kingston. Kur kemi ardhur neve? Kur në tetor, ha? 2025. Tetor, nëntor. Jo, 24, 25 në s'ka ardhur ti. Ka qenë në djali i voçkël bebe. Shurma. Nejse, mirë që shohim ato videot e Majlindës, shohim ç'a bëhet te nga Kingstoni se. O Evan, ç'a ke më mami që vërtet?
Bianca ka dhënë rrethin pink, kucët pink edhe atë purse që nuk e heq. Purse. Hajde më le. Is that how many times I would be forever? U futëm TikTok Poundlandi se duhet marrë një 2 gjëra. Hajde me mamin. Can daddy hold your bag? Is daddy holding your bag? Your purse? Come on, let's go. Çfarë mora në car boot sale? Ishte një grua që kishte gjithë gjërat e reja. U mora si puna këtyre 3 of them, sepse ndonjëherë më duhet një peshqir kështu që fshi duart në shtëpi edhe hajde. I pash në vend tjetër që po shiteshin këto te turku, 4 pound. Ndërkohë që unë i mora 1 pound të treja. Ose për shembull, bën byrekin ti mbulon me këtë copën. Thjesht copë është. Kështu që këto do t'i vë direkt për të lartë tani. Kishte shumë ajo si puna këtyre. Çfarë mora tjetër? Mora një kështu pësh-pëshe për flokët. Këtë ishte 50 pence, nuk e kuptoj pse e mora, po e mora. Bonnet hat, sepse e mira është të kemi një si puna kësaj kur të flem, edhe ka lastik më të mirë nga ato që kam. Edhe kjo ishte 50 pence, kështu gjithë këtë për tokë, për ta larë. Edhe pastaj mora 3 bloqe. Ja ta hapim tash, të shohim si është njëri. Ka marrë një të kuq, një të zi, një të verdh. Inshallah si janë ditarë, se nuk e kam shef ditarët. Te ditari përcakton ty çfarë shkruash, ku të shkruash, ndërsa unë e kam Bloqe. si mas shefi tim, fix, vetëm e vija i thjesht. Të verdhin, kjo gruaja thash ishte gjëra të reja, po ishte goxha lirë, se këtë bloku nuk e shans se gjesh pa 2-3 pound. 2 pound për të lirë, 4-5. Këto. Që marrë këto kafshët tek Poundlandi, ama hapu. Që marrë këto kafshët te Poundlandi, këto ishin 3 pound, më duken mirë. Mori Mario këto pantallonat tek I mori Noria. Mark & Spencer, po jo mos e ti pagove, unë as katën se kisha sot me vete. Të janë perfect Mario, prapë këtë autograf që në kam. Nëse është stili tuaj. Ndoshta. Mark & Spenceri si vjet kishte bërë alamet uljesh, ne shkuam çik më vones, po prap morëm ato 2-3 gjëra që donim të merrnim, le të themi. Edhe këto pantallonat janë shumë të lehta. Edhe mund t'i veshi Mario në verë këto edhe ka për 7 pa qepë, mua pëlqej kam Po shumë. ato do vetëm dasën në dhua. Mund se tallesh. Po çishi. Këto ishin 40 pound, nga 40 ne I marrëm 11.5. Ha? Po jo, po vërë të lartë njerë. E për shtëpi janë të thjeshta kështu verore. Këto janë kështu për Christmas, po who cares, njësoj e bëjnë punën. Kanë dhe xhepa, se Mario vdes për Çepa. xhepa. Po s'pati xhepa. Këto janë shumë të lehta, dhe sidomos në Shqipëri për shembull. Zakonisht I marrë te Primarku I marrim. Edhe gjej, se mbaj më ndo me 9 pound më duket 2 copë, po me 6 pound, po me 9 pound më duket, se 6 pound është shumë lirë. Mora një luk druri se sikur është konsumuar ajo që kam. Mora këtë fuqën për tapetin se ma ka bërë Evani zoti madhi. Unë doja këtë. Mario tha, jo, tha kjo thasë, mori këtë. Këtë e fut dorën ti grunda mam, te kjo do fusësh çik gishta ta bësh kështu. Ka ndryshim. A mirë, bëj ti ma të vogël, nuk duhet madhe. Ndryshim dora dhe gishta. Mora këto që janë kështu për formën. Kemi marrë një tent të bardhë, ajo tenda e bardhë do ngjyrosur. Edhe kam marrë këto format që I ngjyren në bojë dhe I bën lap atje. Lap, ç'është kjo gjimi direkt. Po I bën atje dhe janë të lezetshme, kështu që yes, mora këto format. Si? Këto I morë të Poundlandi, unë harrova. Mario mori një kështu për kurizin, kështu. Apo ta pjedhëm një kafë zëm?
A, pse po mbëj vetëm mua kafe ti? As po bëj një për vetëm atë. Si ta doj shpirti jot. Në qoftë se di që s'të bën mirë, se kjo i bie tjetë e treta. Se ti s'para pi kafe shumë, nuk je sion. Ese po pi bira atë. Po pi bira, pra që të më nëjë zot në ruj. Është më shumë. Vetëm justifikime.